Këtu shtrihet fshati qafë, vendligja e Trimëreshës sultan. Po, këtu lindi një trimresh, nana. Ajo ishte e pia e Mazlamit, sultana. E rritën me madh dhe dashuri, u kurorëzua me fitore e trimërim. Proverbin popullor, kur lind djalë gëzohet shtëpia, e kur lind vaj hidrohet shtëpia. E demantoj dikur me veprën e saj heroike sultana. Të ngjekura me bubullima të fuqishme që të bëjnë të mendosh se i tërë qielli është duke u shkatruar. Kjo sturi e papritur paralajmëronte një të keqe edhe më të madhe, sepse një numër i madh komitësh vendas dhe çetnikësh serboslav ishin nisur për të rrethuar fshatin qafë. Banorë të qafës, familjar të respektuar të heroinës, shumë të nderuar mysafirë. Jemi të buar sot këtu për të festuar 90 vjetorin e rënjes heroike të sultana Saliu Qafa, që ju të gjithë e thërrisni sultana e Qafës. Historia shqiptare është e pasur me ngjarje dhe personalitete të lavdishme që me veprat e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyera në shpirtin shqiptar dhe paraqesin shkëndij udhërrëfyese dhe frymëzim të përhershëm për gjeneratën e sodit dhe brezat e ardhshëm. Por do fol diçka për historinë e Qafës, nuk ka nevojë ta shkruajmë ne, e ka shkruar dikush që ka dash, por historinë e Qafës e kemi shkruajt ne në korrizin e jon, në likurën e jon. E në ajo ashtu s'ka lit, që asnjëherë nuk mundet të harrohet. Edhe prandaj, kush të shkruaj që ta shkruaj, historinë e Qafës e dim ne që falit vetë. Ne po takohemi sot këtu, në fshatin Qafë, për të përkujtuar dhe për të nderuar sërish të masakruarit e këtij fshati këtu e 90 vjet më parë nga dora e bandave çetnike, por edhe për të përkujtuar me pietet aktin heroik të bijës së këtij fshati, Sultana Saliu, i cili akt u ngulit jo vetëm në kujtesën historike të popullit, por dhe zuri vend meritor në analet e historisë sonë. Sultana, oj sultani i valës shqiptare në moshën e re 18 vjeçare, u bërë trime guximtare në mes të borrit komitat i vrave. Vrave disa shtenë vetën e pagove, historinë me gjake shkrove, emrin e shqiptarit e lartësove. Në rast të malit u i mirë, shtrihet fshati im, shumë i vogël ka qëdhu, emrin Qafja kam vëndu. Kjo Qafa fshati mbledhur, ka pas bura të përmendur, buratrima të vërtet, që suzim tjeta për me vdet. Shati Qafë sot balon, na i lindi një shqipoj, që luftoj me një gëshër në dorë, për të drejtat dhe lirin tonë. Unë jam shumë lumtar që jam në Qafa. Sot unë jam qafia. Biri Abreshi, baba im Abresh, siko se ju unë jam krenat që jam qiptar Amerikan.
motre e vllazi shqiptar, mos keni frikë se ke shumë miq në Amarit. Sidomos kryetarit të lobit shqiptar Joseph Diogardi, suitës së tij bashkëpunëtorëve të tij, tu dërzoj në mënyrë kujtimi, në mënyrë simbolike, një 10 vepra të monografisë sultana që ta kenë për kujtim nga kitu bim. Sultana Qafa, jo vetëm se të mantoj këtë proverb popullore, me veprimtarinë e saj, por dëshmoj se trimëria dhe guximi nuk njohin dallim gjinor. Ajo i tregoj botës se si mbrohet nderi i familjes, i parefisit dhe i kombit. Këtë gjë e kanë dëshmuar edhe shumë femra tjera shqiptare gjatë tërë historisë sonë kombëtare. Maybe